Allahun e falenderojmë prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet, përshëndetjet më të sinqerta, njeriu më të sinqert, krijesës më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Shokëve të tij, familjes të tij të ndershme, shokëve të tij fisnik, dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tyre me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këtë hutbë kam zgjedhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që për haditheve të mëdha. Ky hadith pothuajse na flet për kohën tonë kur ne kësi njerës që janë përmend në hadith, me bo me thonë ndoshta që 90% të njerëzve sot janë që tu ndoshta se të prej. Vëllai ndoshta se të prej se aq ka ardhur zemani vështirë, aq ka ardhur kohë e vështirë, sot që frigohet njeriu apo frigohet besimtari për imanin e tij. Mos pe humb imanin. Për çka është fjala? Është fjala për këtë hadith madh që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të vinë një kohë kur njerëzit apo kur njeriut nuk intereson e merr pasurinë e tij prej halalit apo prej haramit. Për Allahun, po ju pyes se cilin pe juve përgjigje s'keni nevojë me mjep, jep janë i vetës përgjigjen. A nuk ka në mesin ton, a nuk ka në shoqërinë ton me të madhe kësi njerëz? Fol, hadith wala haraj, fol sot dush, fol se hiç s'gabon. Për fat keq, jetojmë një kohë ku as mendjen se vret është halal o haram. Gojle se ka të punë, veç me kap, mere, mbledh, të bo, afra. E ky hadith dashurit e mi, ne shfaq para syve ton, e shfaq një çështje të madhe të këtyre njerëzve. Kjo çështje është çështja e tyre se këta nuk shiqojnë, e shiqojnë vetëm se sasin. Këta e shiqojnë sasin e pasurisë, e nuk e shiqojnë burimin e saj. I intereson sasia, me mbledh, mu bo milioner. Të bona milioner, së është problem, o me halal, o me haram, o me droga, o me qka, jo, s'ka gojle, që e shkrumën zemrën dikuj, që e prish familjen, o kamot, o drog, o raki, o fasegji, pun të ndyta, se ka gojle. Ke kamot, ke fajde, ke drog, gojle se ka, raki, haji, të të vetit që të rakin dugoj, haji, ja jep dugojnë me shira rakizhive. E çuditshme. Wallahi billahi kjo e çuditshme, atin çat zemra dhem. Pasha Allahu na udhën, me thon çfarë zemra kanë këta njerëz? Qysh një njeri që i thot vetit jo musliman e i bën këto punë? Qysh një njeri i thot vetit jo musliman edhe drogazhi? Qysh kështu, qysh? Ku ka kështu? Me Kur'an jo, jo Rabbil Kabe jo, as me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as me traditën e muslimanëve të mirë, qofshin ata të portë, qofshin edhe të fundit ton të mirë që i kena pas plesht e mirë. Po është një zaman që veç këshyrin me kap se ka gojle, e intereson sasia, nuk i intereson burimi pasurisë.
Pyetja e rëndësishme nuk është sa fitove, po si e fitove, i dashur jam. Pyetja e rëndësishme nuk është sa fitove. Na sot për fat keq jetojmë edhe na mësu me ndëgju njerëz, va fitova kaç, i zona kaç, bona kaç tregti. Pak gjem për njerëzve me i thonë, që shi fitove për që ato ti? Ka i more për ti që ato? Në qëfar forme i fitove? Pasuria halal, dashurit e mi, edhe nësë është e pakt, vallahi ajo është e bereqeshme. Vallahi billahi, pasuria e pakt, halal, është e rahatshme, e bereqeshme, qetësi në trupin e njerit. Sepse pasuria e madhe, kur është haram, njeriu, vallahi ladhim, gjenë errësirë në zemrën e ti, rahati hiç se hiç. Edhe ne na dëshmitar, këtë këtyne haramsuzave, me bomeu po jetën, jeta e tyne është kaubojski krejt. Tu rre, tu vra, tu gjujt, tu përla, në për gjykata, në për ato, jetë e qenve me një fjallë. Andërsa kur pasuria është halal, halalit dashurit e mi, vallahi billahi, ta zbar ftyrën dynja, ta zbar ftyrën ahiret. Je ftyrë zbardhur, je faqebardh para njerëzve, edhe faqebardh nesër kur del para Allah subhanahu wa taala. Ndëgjoje dashurit e mi, këtë ngjarje të madhe që kanë ndodhur në kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Omeri dashurit e mi, sikurse që e dini se kem përmend shumë herë në ligjëratat tona, se Omeri del edhe ka pas adet. Jena tash më pak, ku jena? Edhe mbas nesër ju që votoni. Pasha Zotit la votol, ku çfarë përgjegjësie të madhe keni te Zoti. Pasha Zotin, mos kujto që aty veç që ka gjun kokrën, vallahi ki më pyet ti që pja gjun kokrën që aty, që po kesh përdor me pasurinë e shtetit, po kesh përdor me vendin ton, ki më e pyet para Allahut për ta. Pasha Allahin po. S'po du me hiu në abën asbën se kjo të tërmesele, po përgjësit të madhe ki para Allah subhanahu wa ta'ala. Këto dush me dit, ke më u pyt. Na kena nevoj për që si u dhecsa. Kur na vinë që si u dhecsa, na kandidojnë, unë i pari ko me dole me votu. Desa s'ka që si u dhecsa, as menja që ko me më shku. As me mendu për atë pus ko me mendu. Omer ibn Khattabi ka dalë dashurit e mi rrugëve të Medines me këshyr popullin natën. Jo me bo selfie. Jo me qitë video natën. Po flasin për një kohë para 1400 viteve. Kur në për rrugë s'ka pasën të rëshim. O dalë natën me këshyr që o ka bot populli. Mos kanë kush doj hal. Kur e ka shëtit Medinën krejt o lodhë, trupi ti ndërshëm, o afru afër një shtëpije, edhe një shtëpit kanë qenë prej loqin atë ko, edhe ne kena mbri, para 30-40 vjetëve kena nisë me i bo shtëpit ma, para 30-40 vjetëve shtëpit e kena pas pi qërpeqve shumica jona, opton. Qërpeq o gonë, loq. Edhe atërë o dëgju biseda, prej jashtë dhe shumë brenda që po bisedojnë, o pështet kë, në murin e shtëpis, nana, me bijen e ti, po bënë muhabet. Po bëjnë muhabet. Të e përgatit qumshtin me qitë në pazarë në sabah, po i thotë nana, dbije zvet, përzije thotë qumshtin me uj, qitja pa kujtë, të ketë sasimat madhe, me fitu ma shumë. Kjo vajzë besimtare, kjo vajzë e halalit, tha o nëdha, ase këndi tha prisin e besimtarve Omer ibn Khattabin që ka urdhëru mos me përzit qumshtin me uj. Se kjo tradhti është tradhti. Ajo nana e vet gafile e shpërkujdes me tha, po kobre Omeri tha me nëndio qika jeme. Po tha Omer e nan tha, nëse Omeri s'nandin Zoti Omerit nëndin. Kërë ndëgjoj Omeri radiallahu anhu këtë fjallë prej saj, i ki lodhja Omerit, e kish mos meslemen me veti, i tha mesleme, mbajnë me në shpin këto, nesër në sabah, dojmë me shku këto. Kër u bo sabahi, erë trokiti, kër dolla jo gruja e cila i folke vajzës vetë, kër e po, u shtanë prej gëzimit, peshe Omerin, po qysh mos mu shtonë me po këtë burt madhë,
Sot shtongen njerëz përballë gjynypave. Do njerëzve po vlera. Pasha Allah njerëz po vlera, mbushen sheshet për ta. Ata të Allah nuk shojnë, vallaj shojnë pesha sa një kaj miskojës. Po ti para me ndodhe pa Omeri radiallahu anhu. Këtë burë të madhë. Tha mirë se erë dhe tha o prisi besimtarve. Mirë se të ka pru Zoti. Tha, ku e ki tha vojzën? E thiri erë vojza. Tha mbram, tha isha të këmuri shtëpisë juaj ndëgjova biseden. Aja tha, e tobe, ja emir el mu'minin. Pëndes, tha, pëndes o i dërgu, o i prisi besimtarve. Tha, pranoj pendimin tem. Tha, Allahu është ai që e pranon pendimin. E rahmeti i ti madh, Omeri tha, po veç edhe dëshkimi i ti është i madh. Tha, sot për këtë ty, a sot për këtë ty, tha, të lumë, tha, pro me ndëgjova fjallën tonë që ja the nanës. E pyti nanën e vetë, tha, a ka burë kjo? A ka burë? Dëgjani ju djemë të ri, e besan dëgjani ju babalorë, që shdu të me i martu e vladë, se jetojmë një kohë kur na këshyrim mas parti, nëse na lyp qiken, dikosh e këshyrim, që shë ka shpinë, sa pare i ka, e shumë tjera, për fe, kush pak jonë ata, veç ata që Zotja u kam bush zemrën, iman e këshyrin fejnë mas parti të në tjerat. Tha, ka burë kjo, tha, jo, tha, s'ka burë, nuk e martume. Atëre tha, po du me të paralajmëru, po du me lyp qiken tonë dhe për djallin tem, për Asimin, tha, ama mos të hinë mendja që unë jem tash i pari muslimanve, e këta kanë dëni beneficion, valloj, tha, nëse gabon kë, bilem, tha, komen dëshku dhe ma shumë se tjerë që i ndëshkoj. Dhe me s'ka këtu tash, bohet nusja e Omerit edhe me dojnë tani mju gjytë qaf njerëzve, jo. Edhe atëre, tha, le të shqyqohën më sporti këta ditë, erë Asimi e shqyqoj këtë qiken, ajo qike e shqyqoj, tha, ape pranon për burë këto, ajo heshti, nuk u përgjigj. E në shëriatin e Zotit, heshtja e virgjereshës, heshtja e saj është qka? Pranim. Nanave të që heshtja ti e din të o prisi besimtarve, se heshtja e kësaj virgjereshës është pranim, pe pranon. Këshush mësë me pranu djallin Omer, Asim. A ti ku shukon Asim dashurit e vi? Që kjo Asimi i ka lind një qik. E që ajo qik e ka lind Omer ibn Abdulazizin. E kush Omer ibn Abdulazizi? Ha, ma këtë këta jonë, kjo qka një gjeneze halalit, një gjeneze halalit dashurit e mi. Halalit dashurit e mi, vallaj ladhim, halali e prun halalin. Harami e qëtë haramin. Për atë arsy, Allah në bohë për atyre që punojmë me halal, irim gati halalit dashurit e mi. Pejgamberi s.a.s. në ka mësu se njëre unë ditën e gjykimit do të pytet për pasurin e ti. Prej ka e fitu? Prej ka e ka fitu? Ku e ka marë? Ku e ka shpenzu? A disa e ka pas gojle halalin të portë tonë. Që shka thot Sahl ibn Sa'idi, radiallahu anhu, men ekele l'haram, thot kush han pi haramit, gjymtyrt e ti kanë me bo me katë. Dashti aja po nuk dashti, e diti apo se diti. Edhe njëre, thot kush ushqehet pi haramit, gjymtyrt e ti kanë me bo haram, kanë me bo gjynohe, deshti aja po nuk deshti, e diti apo nuk e diti. Në ditë për i ditëve, që ti Omerit madhë, Allah në bashkoftë në gjennet me ta, ja pryten një gotë me qumsht. Po aj qumsht ish prej sadakas, prej zëqatit. Ish prej zëqatit që e këshin pru. Ja këshin pru Omerit radiallahu anhu, sadakan në zyren e ti, një prej shërtorëve ti, pa hirja jepi një gotë, tha pije. Pije ja e mirë në mu'minin. E mërë Omeru, hapit e piti, kur e piti? Tha pikojt kjo, tha pi sadakas qinar. Ishtini, tha gishtat, nisi me vidhë, theke, o zët, falen pash maldit tonë dhe se me gabim e bona këto. Ja Allah, qërë shfar rasti.
Sot jo do, ose ka gojle, veç ja që të parpohalla dhe ti gjuhe të gjym. Zvet është halal. Ku e ka marë, ku se ka marë. Veç kape, veç qote poshte. Veç qo, veç ngije alilin. Zotin na falte, na drejtoft, ja Rabbel Alemin, na përmisoft gjendjen ton. Prandaj besimtari, dashurit e mi është i kujdesshëm, është i kujdesshëm në tregtinë e tij, është i kujdesshëm në marrëveshjet e tij që i bën me të tjerët, se intereson halali edhe i ruhet haramit. Le ta kemi frikë Allahun subhanahu wa taala në furnizimin ton. Që shoqojmë mirë se kafshatat e ushqimit që i fusim në gojët e tona, ta pyesim veten se ku e kena marrë atë ushqim. Qysh po na vjen ai ushqim? Prej nga ka ardhur para dashurit e mi, ai që ushqehet me halal. Wallahi al-azim, Allahu subhanahu wa taala ka me rujt ato dhe familjen e tij. Për fund kret, pe përmbylli me rastin që kom përmend që unë ju them drejtën sa të foli për këtë temë. E kom një rast që e ruj fillë në zemër, në logik zemrës, e ruj se ma kënaq zemrën kër e thamë këta, kër e të regoj këtë ngjarje të madhe që ka ndodhë për këtë burr të madhe. Është fjala për babën e Abdullah ibn Mubarekit. Abdullah ibn Mubareki, një alem i madh, një dietar i madh i selefit, një alem që ummeti e një pej alimave të mëdhaj, pej dietarëve të mëdhaj të këtij ummeti. Baba i tij nuk ka qenë njeri dijes, dashurit e mi. Nuk ka qenë hoxh, somar me dije, po ka qenë musliman. Nuk është me rëndësi çfarë titulli ti mban. Ti dush më konë musliman, du të më konë. Ti dush më konë musliman. Tani, mbasi që je musliman i mirë, vallahi çfarë do titulli që i kitë ka hije. Mubareku ka qenë shërbëtor i zotërisë të tij, ju është kujdes për plantazhmat e rushit, apo për vërnjeshtat e rushit. O kujdes. Në ditë ardhë zotëria, i ka thonë o Mubarek, ma shka prumi disa kokra rush. Prumi disa kokra rush, ja ka pru, kur i ka kërku, i kanë dolt ithta, thepta. Ka dhe prumi do tjera. O shku, apet njejt. Ka dhe shka prumi do tjera. Apet njejt, dikur e ka bona rës, ka dhe tja s'din me dalut ëmblem për thepte sa. Të ithtën për të ëmblem sa, s'din me dalua. Ka thonë, vallaj, ka thonë, o zotëria jem, po, di me i dalu, thot pune që 20 vjetë punojt e ti, ndëgje, që 20 vjetë punojt e ti, ama une vallaj nuk e di ku është rushi i ëmbel edhe ku është i thept. Se thot, une kur nuk akom kërku rushin. Këtu thot që 20 vjetë punon ti, kur s'ke hungër pe i rushit për vërnjeshtave të mija këtu? Thot, jo vallaj, kur, thot se ti kun ke marrë me punu, më ke marrë mu kujdes për rushin tënë, nuk ke marrë tu me hungër. Edhe s'to është një resale e mirë për disa punëtorë që i ka njerë po rënkojnë një shefat. Kur të merë shefin puna, vëllëdën, kujdes o lojdosh, vëllëdën. Nëse jenë, për shembull, në ushqimore me to, ha me kajar, ha sa ki nevoj. Jo në do të dojnë me ples të ongëve që qëllë. Sa është muslimon i mirë kështu, sa muslimon i mirë kështu. Ja rrug pasurit tjetrit. Kër e po kështu, zëtëria vetë, Mubarekun, e thiri gru, tha o grupaja. Thire qikën, tha se ja gjeta, tha burin qikës. E martoj me shërptorin e vetë. Zotëria e martoj me shërptorin e vetë. Dashti Allahu, pe këti qifti, dëll Abdullah ibn Mubareki, i badeqia ma i madhe dhe mëdjetari ma i madhe kohës vetë. Ati qëfar i badeqia ka qenë që kjo Abdullah ibn Mubareki. Pe shpe përmendi një sikoencë, apo një qast për jetës ti, për jetë shkrimit ti. O dalë një ditë në dhëtim dashurit e mi që kjo Abdullah ibn Mubareki me shokët e vetë. Edhe kur ka ra nata ju ndalë me pushu, i kanë ngre tendat, i kanë dhez ato fenerat që kanë qenë prej gazi. Kur hargju gazi i fenerit, kanë shku me mbush, o ndalë drita, ka ra ersire madhe, kur e kanë pru fenerit, ka arë drita, e kanë pa Abdullah ibn Mubarekun, mi e kratish bot qullë prej vajit. I tha në hoqë që po të bre pse kajte. O, tha më kujtu ersira e varit, më kujtu. Më kujtu, tha ersira e varit. Ja Allah, ko jonë mërë këta haram suzat.
A e dini mërë që keni me hinë në varë? A e dini mërë që keni me hinë në varë? Wallahi, ju që i bëni zullum njerëzve, ju që i bëni pa drejtësi njerëzve, ju që ja u shkatroni jetën njerëzve. A dini mërë që keni me hinë në varë, mërë? Wallahi, nështë ati në dynja i ke gjithë do që si delingji, do si hajna si të që je. Do që si rrugaq si të që je. Ama bara bilkabe në varë ati s'ki kuj ikë. Ti mund është mu botë trim këto dhe më skujto që a i Zotit len veç kur të merë pashamanin e Zotit, a opton, të poshtron aqkesh, edhe i kem pona edhe i kem me i po, që zullum qartë, Allahu nuk i nëzirë për kësaj dynjoje pa i poshtru. Kush bën zullum, pasha Allahu kam ju këthy me zullum. Allahu na rujt gjendjen e popullit ton, na e rujt neve, na e rujt evlat ton prej haramit, na boft prej halalit, na boft me qenë prej halalit, më ushqy me halal. Më ushqy me halal edhe me kërku vetëm se halalin ku është halal. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur.